Agjerimi është, në fakt edhe është bo trend, me thonë kohët e fundit, kjo agjerimi ndërprer, që njerëzit nuk konsumojnë ushqim ose kalori për një periudhë kohore, diku 13-14 orëshe, ose ma shumë është 14 deri në 16 orë, jashtë Ramazanit po flasë, dhe me thonë është një trend, po, e kom provu, është diçka që normalisht... Ka hiq, as ushqim, as ujë, as asnjë. Jo, ujë në trendin që është jashtë Ramazanit, është edhe është vetëm pa ushqim, pa kalori. Do me thonë, lejohet uji, lejohet kafja pa sheqer, çaj pa sheqer, do me thonë, pijet pa sheqer ose pa kalori lejohen. Nuk është diçka që nuk bëhet, për shkak se shumica e njerëzve edhe muj me thonë që në atë mënyrë ushqehen shumicën e kohës, se i bjen me qenë diku prej orës 12 deri në orën 8, mos me konsumu ushqim që është e menaxhueshme nëse po flasim gjatë periudhës ditës. Po në Ramazan, prej 12 deri në 8 me konsumu ushqim, e prej 8 natës deri në 12 ditën tjetër mos me konsumu. Po gjatë Ramazanit, sfida që ndron te ujë, s'ke kafe. S'ka ujë, s'ka kafe, plus që është gjatë pjesës së shumt të ditës që nuk mundemi me konsumu ushqim kur vetë se jemi në punë ose jemi në duhet me qenë energjik. Kështu që po arsyeja pse e përmenda këtë trendin është për shkak se jo rastësisht është bo trend, është për shkak që ka qenë një person që e ka fitu çmimin Nobel, pikërisht për faktin që ka pas se agjerimi ose abstenimi nga ushqimi për një periudhë kohore minimalisht 12 orëshe ndihmon në reciklimin edhe rigjenerimin e qelizave, gjë që mandej ndihmon në parandalimin e problemeve të shumta shëndetësore, sidomos këtyre problemeve kronike që janë të zakonshme, për shembull hipertensioni ose shtypja e lartë e gjakut, niveli i sheqerit në gjak, e madje edhe kanceri për shkak se bëhet riciklimi i qelizave. Do të thonë kjo është një prej benefiteve më të mëdha të agjerimit, e mandej benefite tjera që varësisht se çysh ushqehemi gjatë Ramazanit mundën me qenë edhe humbja e peshës për dikon që don me arrit këtë qëllim, jo që e bën agjeron gjatë Ramazanit për humbje të peshës, mirë po është diçka që mundet me u mbri, duke marrë parasysh që kemi një periudhë të shkurt kur mundemi me konsumu ushqim edhe me një farë mënyrë pjesën tjetër nuk na lejohet e bën pak më të lehtë, po qysh e thash, kjo është diçka që varet se çka hajmë mandej në pjesën tjetër. Jo për iftar me hungër fli, edhe për sefer po ashtu. Jo me ja tepru me sasi, çka edhe ndodh te shumica, e shohim, unë realisht gjithmonë e them që agjerimi ose Ramazani krejt qëllimin e ka me na mësu për durimin, për vetëpërmbajtjen, se nuk ka të bëjë veç me pjesën e ushqimit, ka të bëjë edhe me vetëpërmbajtjen në aspektin e mos me u bo nervoz, mos me shoh, mos me u sill keq me njerëzit, edhe është mirë që atë vetëpërmbajtje me mbajt edhe gjatë kohës kur nuk jemi tu agjeru. Do me thonë edhe prej iftarit deri në syfer, kështu që me u mundu me konsumu një sasi të konsiderueshme të ushqimit, me u nditë në gopun, po jo me ja tepru.